kemi pas shumë kritika. Normal, ne i pranojmë kritikat. Në rugby e dim që nuk janë pikë si në futboll, da një pikë, po janë nga 5, 7, normal. Nuk arsituat rezultati që ka pësu kombëtarja e Kosovës, po tash duhet mi cek arsyetimet pse ka ndodhur. Ka pas disa mungesa kombëtarja e Kosovës, edhe pastaj ka udhëtu me mungesa. Edhe në fush për mos mu penalizu, sepse edhe kemi mujt mos me lujt, po dënimi ka qenë 10-15.000 euro nëse nuk shfaqemi në fush. Edhe pastaj shme mbuluat shpenzim. Kështu që kanë vendos me mbajt lojt, me mungesa, me litar 3, edhe pastaj ndodhen disa lëndime gjatë fushës, edhe kanë lujt me minus litar. Lejohet, po nuk është e mirë për skuadrën. Fatkeqësisht rezultati s'ka qenë as të favor tonin, po as ajo që kena dëshiru, po në rugby nihen për rezultatet mëdha, edhe shënohet më lehtë se sa në futboll një try. Kupën e botës mujna me pak si rezultate mëdha. 2024 ka qenë Kupa e Botës, nëse s'gaboj, 2023 m'fal. Ka pas raste Romania ka hup kundër Zelandës 95-7, nëse s'gaboj, ose po ka rezultate fella, që duken të fella, po pikë bëhen shumë shpejt. Bëhen shumë shpejt, mundesh për 3 minuta mi bo 3 kolla, pi tham, 3 try. Po kjo ishte një ndër arsyet, po gjithmonë është mësim. Se ndjet nevojshme me sqaru, u dok si lloj presioni? Kishte shumë presion edhe nga mediat për këtë rezultat, jo pse kena pas edhe rezultate tjera kanë qenë pak a shumë të ngjashme, ndoshta edhe më pak, po është bo pak mediatike edhe u duhet mu sqaru për mediat, pasi që edhe me sqaru që pikë nuk janë njëjtë, njerëz mendojshin që pikë janë nga një pikë, duket shumë, me një anë duket shumë, po rezultate tilla ka gjithmonë në rugby.